Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku. Këto janë shenja të fshehura të diabetit që nuk ju ka shkuar kurrë mendja. Diabeti është një nga sëmundjet nga e cila preket një pjesë e mirë e popullsisë tonë. Në fakt, ka disa lloje diabeti si për shembull tipi 1, tipi 2 dhe diabeti i krijuar nga mosha. Shumica e njerëzve në botë vuajnë nga tipi 2 që ndodh kur trupi juaj nuk e përdor mirë insulinën. Por, cilat janë shenjat që tregojnë se duhet patjetër të bëni një analizë? Ndjeni nevojën që të urinoni vazhdimisht. Gjithashtu, një shenjë tjetër është se nuk ndaloni së piri ujë. Keni një aromë të pakëndshme të gojës, vështirësi në shikim. Duart dhe këmbët mpihen shpesh dhe krijojnë vështirësi në lëvizje. Po humbisni peshë edhe pse nuk mbani asnjë regjim të caktuar ushqimor. Flini gjumë mjaftueshëm, por sërish ndiheni të lodhur. Vini re shenja të errta nëpër trup. Këto janë mënyrat për të zbuluar simptomat e diabetit që ndoshta ju nuk i dinit. Ju vjen ere keqe nga goja dhe keni karjes të shpejt, mund të jetë diabeti. Simptomat e diabetit janë rreptësisht të varura nga dukuria hiperglikemisë dhe shpesh ato kanë efekte të mëdha negative për organizmin. Ndërhyrja në kohë është thelbësore për diagnozën e hershme të sëmundjes dhe ndërhyrjes pasuese me një terapi të përshtatshme. Karakteristikat e diabetit. Diabeti është një sëmundje metabolike e shkaktuar nga mungesa ose aktiviteti i pamjaftueshëm i insulinës, një hormon kyç për të mbajtur glukozën në gjak. Diabeti i tipit 1 i karakterizuar nga mungesa pothuajse absolute e insulinës ndodh papritur, zakonisht gjatë fëmijërisë ose adoleshencës, rrallë ndodh në moshë madhore dhe simptomat janë shumë karakteristike. Diabeti i tipit 2 i karakterizuar nga aktiviteti pamjaftueshëm dhe mungesa relative e insulinës ndodh ngadalë, zakonisht në moshë madhore dhe simptomat janë më të nuancuara. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e diabetit të tipit 2 janë bipesha ose obeziteti, nivelet e larta të yndyrës në gjak, hipertensioni, pirja e duhanit, jeta sedentare, si edhe familiariteti me diabetin. Tipari i përbashkët i dy llojeve të diabetit është përqendrimi i lartë i glukozës në gjak, hiperglicemia, urinimi i bollshëm dhe njëkohësisht i shpeshtë. Kur niveli i sheqerit në gjak është i lartë, trupi e eliminon atë me urinën. Kjo rrit sasinë e urinës të dobuar në 24 orë, e cila përmban sasi të larta të sheqerit. Zgjimi 2 herë në natë për të urinuar kur nuk kishte ndodhur kurrë më parë mundet të jetë një sinjal alarmi. Një etje e fortë. Me një eliminim të madh të lëngjeve ju do të dehidratoheni, kështu që pini më shumë dhe ndiheni përsëri të etur. Disa pacientë të cilët nuk e dinë se janë diabetik e shuajnë etjen e tyre me pije të ëmbla me sheqer ose me lëngje frutash, duke rritur kështu sheqerin në gjak dhe duke përkeqësuar akoma më tej situatën. Pra, fakti që ju ndjeheni veçanërisht të etur pa djersitje për shkak të nxehtësisë së tepruar ose trajtim intensiv, kjo mund të jetë një simptom e diabetit. Era e keqe nga goja. Aroma e acetonit e erës së gojës, ashtu si ajo që përdoret për të hequr manikyrin nga thonjt, është një simptom klasike e diabetit të tipit 1, një treguesi dekompensimit të rënd metabolik. Kjo erë e veçantë është rezultat i tash të quajturës ketoacidozë, në thelb
Trupi i diabetikëve, i cili nuk ka insulin, nuk mundet që ta përdor glukozën si një burim energjie. Kështu që për ta marrë atë, ai djeg acidet yndyrore. Në këtë proces formohen trupat ketone të cilat shkaktojnë erën e acetonit në gojën tuaj. Kjo simptom mund të jetë e dobishme për të vlerësuar kur një pacient vjen në dhomën e urgjencës. Humbje peshe e papritur dhe lodhje. Humbja e peshës ndikon kryesisht tek pacientët me diabetin e tipit 1 dhe tipit 2, të cilët mund të jenë më gradual. Normalisht sheqernat e marra me dietën të absorbuar një herë transportohen në gjak në të gjitha rrethet e trupit ku qelizat janë në gjendje t'i përdorin ato në saj të insulinës. Në qoftë se kjo substancë mungon ose prodhohet në sasi të vogla, energjia e prodhuar nga sheqernat nuk është më në dispozicion dhe trupi lodhet shumë shpejt. Trupi përdor depozitat yndyrore për nevojat ushqyese të tij në raste të rënda indet e muskujve. Kjo rezulton edhe në humbje peshe. Uri e tepruar. Të kesh uri pas një arsye mundet që të jetë një simptom e diabetit. Sëmundja e pengon trupin nga shndërrimi i sheqernave në energji, kështu që ju ndiheni të uritur dhe jeni gjithmonë në kërkim të ushqimit në mënyrë që të jeni të karikuar. Në diabetin e tipit 1, një simptom tipike është polifagia, e shoqëruar me humbje peshe. Rritja e oreksit dhe marrja e ushqimit është e pasur nga një humbje paradoksale e peshës në vend të shtimit të peshës që të rritej. Ky fenomen ndodh më pak në diabetin e tipit 2, ku pacienti është shpesh mbi peshë ose obez dhe mund të vëzhgojë një humbje peshe duke ruajtur ushqimin e zakonshëm të tepërt. Në raste të tjera të diabetit të tipit 2, humbja e peshës nuk ndodh. Shërim i ngadalt i plagëve. Diabeti gjithashtu është një faktor i rëndësishëm kufizues në shërimin e plagëve. Nivelet e larta të sheqerit në gjak e zvogëlojnë aftësinë për të shëruar plagët dhe nga ana tjetër, një plagë aksidentale e cila nuk shërohet shpejt mund të jetë një sinjal alarmi. Infeksionet urinare. Nivelet e larta të sheqerit në gjak krijojnë një mjedis të favorshëm për rritjen e baktereve. Diabeti dobëson përgjigjet imune dhe aktivitetin e qelizave të bardha të gjakut dhe organizmi bëhet më i ekspozuar ndaj infeksioneve të llojeve të ndryshme, sidomos nga kërpudhat ose madje edhe bakteret. Ndërkohë, kërpudhat dhe bakteret shpërthejnë në mjedise të pastura me sheqer. Nëse verifikohen shumë infeksione, sidomos nga kërpudhat, në disa muaj dhe trajtimet standarde nuk bëjnë efekt, është e mundur që shkaku të jetë diabeti. Pasi niveli i sheqerit në gjak të mbahet nën kontroll, shpeshtësia e infeksioneve duhet që të ulet. Pamje e turbut. Kur sheqernat janë shumë të larta në gjak, syri ndikohet gjithashtu. Glikemia shumë e lartë shkakton ndryshime në lentet kristalore dhe në lëngun endokular që zvogëlon aftësinë për të parë, zakonisht duke e bërë vizionin tuaj të paqartë. Për të korrigjuar këtë lloj problemi të sytë është e nevojshme për të ulur nivelin e glukozës në gjak. Problemi i vizionit të paqartë mund të jetë vetëm i përkohshëm. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!